Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthyem në studio që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e re. Është koha tani për të vijuar me temën dhe të ftuarit e këtij mëngjesi. Sot kemi të ftuar vajzat e klubit të volejbollit Barbana, të cilat këtë vit kanë hapur një kapitull të ri duke u bërë pjesë e ligës së parë të Malit të Zi, rajoni i Jugut, në një arritje e madhe plot emocione krenari, sepse për herë të parë garojnë si ekip senior dhe ajo që e bën edhe më të veçantë është fakti se të gjithë lojtarët kanë dalë nga shkolla jonë. Do të flasim për rrugtimin e tyre, sfidat dhe ëndrat që i presin në të ardhmen. Me neve në studio është Edina Mehmeti, Jasmina Spajiq dhe Eriona Alaj. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët edhe një herë. Na tregoni ju si sekretare ndoshta edhe këtij grupi, na tregoni kur është themeluar ky grup, le të fillojmë pak edhe nga fillimet. Klubi jonë i volejbollit ka nisur rrugtimin me 6 nëntor të vitit 2021 në kohën para pandemisë. Vetëm një vit më vonë ajo themelua si zyrtarisht si klub dhe mori emrin Barbana, ku hapi dyert për shumë vajza që dëshirojnë të merren me volejboll. Sa është kjo e rëndësishme edhe për brezin e ri, për vajzat, sa janë të interesuar për të bërë edhe pjesë e juaja? Deri tani janë shumë të interesuara dhe jemi shumë të kënaqur me pjesëmarrjen e vajzave. Jasmina, më trego çfarë do të thotë për juve pjesëmarrja për herë të parë në ligën e parë të Malit të Zi? Po, për ekipin tonë është një privilegj shumë i madh, pasi na është dhënë rasti që na me mujtë me tregu vedin një farë mënyret edhe me tregu aftësitë tona në këtë sport, duke marrë parasysh faktin që është edhe një sport që na e bajmë me kënaqësi. Eriona, cilat ndoshta kanë qenë edhe sfidat më të mëdha që ju keni gjatë kësaj periudhe në këtë klub? Normal se cili sport ka vështirësitë e veta, sfidat kanë qenë të mëdha, normal në fillim nuk kemi qenë asnjëra perfekte, ishte dashur të nisim nga hapat e parë. Tani nuk është sërish aq e vështirë, por përsëri duhet të kemi disiplinën, duhet të jemi të përkushtuar dhe të arrijmë më të mirë, normal, ajo është pika jonë se ku do të arrijmë. Ushtroni sa herë në javë dhe sa është kjo ndoshta edhe rëndësishme për një klub? Ushtrojmë 4 herë në javë, 3 herë ushtrojmë në shkollën fillore Bedriele Zaga, ndërsa 1 herë në shkollën e mesme Vllazërim Bashkim. Është shumë e rëndësishme, stërvitjet janë pjesa kryesore e një klubi të suksesshëm. Mundohemi që të jemi në çdo stërvitje dhe duhet të jemi në çdo stërvitje që të arrijmë një sukses sa më të madh. Ajo është me rëndësi. Më tregoni sa është rëndësishme fakti që të gjitha nxënëset janë nga shkolla Bedriele Zaga. Sa është kjo e rëndësishme për juve si klub? Shumë është e rëndësishme dhe jena shumë të kënaqur si nxënëset tona po marrin pjesë në gara. Si e shihni rolin e sportit në jetën e vajzave të reja në Ulqin? Sa mendoni që edhe brezi i ri e kanë në interes dhe kohës së fundit merren me lloje të sporteve? Po, duke pas parasysh që tashmë na është hap mundësia që na më marrë me sportet të ndryshme, unë besoj që është një pjesë shumë e rëndësishme, duke marrë parasysh faktin që na ndihmon që na me qenë aktiv gjatë tanë kohës edhe me pas një lloj hobi, domethënë, pse jo një prej sporteve që na mundson domethënë në qytetin tonë mu zhvillu. Çfarë ndryshimit keni vërejtur që nga themelimi i këtij klubi e deri më sot nga vajzat? Kanë pasur ndoshta edhe rritje në këtë sport dhe si e shihni? Po, vajzat kanë pasur ndryshim shumë të madh prej nga fillimi edhe deri tani. E kanë kuptuar se çka do të thotë të merren me sport, janë rritur dhe jena shumë të kënaqura. Eriona, më trego për ty, ti je qenë nga fillimi në këtë sport. Si e sheh rrugtimin tënd prej fillimit e deri më tani? Që nga fillimi tashmë të them bëhen 5 vite, është një zhvillim fizik shumë i madh, po ashtu edhe shoqëria është shumë e madhe.
normal jemi bërë si një familje tashme që 5 vite që jemi së bashku. Janë, si më thonë, jeta ka marrë një kuptim tjetër. Është shumë bukur kur je i kyçur në një sport si volejbolli, po ashtu edhe klubi jonë është një klub shumë i bukur, i veçantë. Jasmina, sa lojtare jeni? Në klubin tonë, do me thënë, ka lojtare të grup moshave të ndryshme, mund të them që janë rreth 40 vajza që janë aktive, do me thënë, stërvitje. Bajnë pjesë që ceka të grup moshave të ndryshme, të ndara në për kampionatet të ndryshme të lojrave. Kanë pasur edhe ato ndahen në grup mosha sukseset dhe si ka qenë edhe për to? Po të gjitha vajzat kanë shfaq një, domethënë, një arritje, mund të them, shumë të mirë, duke pas parasysh që na edhe stërvitena rregullisht edhe kanë pas paraqitje të mira. Janë të ndamuna, domethënë, të kampionatit të mini volejbollit, të ligës së pionerëve dhe gjithashtu edhe të ligës së parë. Sa është i rëndësishëm ndoshta edhe për krahja prindërve në këtë lloj sportit e po ashtu edhe në klubin tuaj? Keni bashkëpunim me prindër? Shumë është e rëndësishme. Pjesëmarrja edhe prindërve, kanë edhe ata angazhimet e veta. Ndoshta edhe bashkëbisedimi me ta dhe është i rëndësishëm, cilat ndoshta ka një përkrahje për juve si klub? Po, gjithë secili prind ka përkrahje. Si ka ndikuar ndoshta edhe mbështetja e fondacionit Trojet Tona dhe komunës Sulqinit në zhvillimin e klubit tuaj? Po, në rrugtimin ton, po të mos ishte përkrahja e fondacionit Trojet Tona dhe familjes Hajdari, që na kanë përkrahur që nga fillimi dhe deri tani, nuk do t'ishin të mundur. Edhe një falënderimi shkon edhe komunës Sulqinit, që na ka përkrahur, të gjithë prindërve dhe dashamirësve, Kallaba kompanisë, Ema Kop. Është rëndësishëm patjetër kur ke edhe një mbështetës edhe patjetër edhe klubi ecën më mirë dhe përpara. Vajza, sa ju pengon ndoshta edhe sepse ju jeni nxënëse të gjimnazit edhe si e koordinoheni me kohën? Duhet të jemi menaxhues të mirë të kohës, domethënë nuk është as pak e lehtë të merremi edhe me sport edhe me shkollë, por ne jemi ato që duhet ta menaxhojmë kohën, të dimë se kur është koha për të mësuar, po ashtu edhe pa aktivitete fizike nuk mund të ta lajmë veten. Jasmina, keni bashkëpunime edhe me shkolla tjera apo edhe me klube tjera? Po, të me thonë, gjatë garave bashkëpunimet janë, të them, të mëdha, duke pas, dhe me thonë, që na kena edhe rastin mu njoftë me pjesëtarë të klubeve tjera, kena edhe kohë që shpenzojmë ndoshta me ta. Është një shoqëri e bukur, mund të them, që krijohet, domethënë, gjatë këtyre çasteve. Më tregoni çfarë ju nevojitet më shumë për të forcuar edhe më tej pozitën e klubit në kampionat? Cilat janë ndoshta ato kushte që juve ju nevojiten si klub? Mjetet e punës nuk janë në mungesë, mjetet e punës i kemi të gjitha. Ne vajzat duhet të jemi të rregullta në çdo stërvitje, duhet të mos të dorëzohemi asnjëherë, të punojmë pa u lodhur edhe po ashtu edhe me punën e trajnerëve tanë, normal që kemi më arrit me korr një sukses, besoj. Ju urojmë shumë suksese. Cilat janë pritshmëritë dhe objektivat për këtë sezon në ligën e parë? Si fillestar që jemi në ligën e parë, normal kemi ato aspiratat tona dhe ato dëshirat ku ne kena, domethënë, dëshirë mu gjindë, por nuk është që kemi, domethënë, një pritshmëri shumë të madhe të themi pi klubit, por që na besojmë që më rëndësishmja për nesh është që na me shfaq atë çka na dina, edhe na me bë një lojë të bukur, ashtu që edhe me tregu disiplinën. Patjetër. Me tregoni si e shihni klubin tuaj pas 3-4 viteve? Ku e shihni me këtë punë që jeni duke bërë, me këto suksese? Mendoni që do të vazhdoni? Besoj se po. Do të vazhdojmë dhe do të kemi arritje më të mëdha. Ju urojmë shumë suksese dhe ju shpresoj që të delni fitues. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.